Në vend që të zbrisnin në prill, siç ndodh zakonisht për shkak të prodhimeve vendase, çmimet e ushqimeve dhe produkteve bazë janë rritur ndjeshëm, duke çuar inflacionin në 2.3%, nivelin më të lartë në 15 muaj. Ndërsa familjet shqiptare luftojnë për shportën gjithnjë e më të shtrenjtë, institucionet publike tregojnë apati dhe mungesë veprimi. Sipas të dhënave të Instat, grupi ushqime dhe pije jo alkolike dha ndikimin më të madh në këtë rritje inflacioni, duke kontribuar me plus 1.29 pikë përqindje. Më pas vjen mobiljet, energjia, qerat, restorantet, madje edhe shërbimet arsimore dhe shëndetësore. Pra rritja prek direkt jetën e përditshme të çdo qytetari. Situata është edhe më alarmante kur merret parasysh paralajmërimi i Bankës së Shqipërisë se ekonomia po ngadalësohet. Megjithatë, banka vendosi të mos ndryshojë normën bazë të interesit, duke u mjaftuar me deklarata teknike, ndërsa konsumatori përballet çdo ditë me çmime më të larta. Në këtë realitet, dështimi i sektorit të bujqësisë dhe mungesa e mbështetjes efektive për prodhimin vendas kanë ndikuar direkt në mungesën e furnizimit dhe rritjen e çmimeve. Askush nuk mban përgjegjësi dhe askush nuk ofron një zgjidhje. Në një vend ku paga minimale nuk mbulon as kostot bazë, inflacioni nën kontroll është thuajse një mashtrim statistikor.